Gati im. Fillojmë neve. Të fillojmë. A dori ç'kemi mirë? Si e divis? Mirë ç'a bëhet? Si kalove? Ke qenë o burr. Filloja vash. Hum fare o burr. Filloja pra vash. O fillo pra. A mo filloj gjë fort. e Em gjytë fort. O devis. Filloja pra mirë. Seriozisht mos. Fute nga krauti. Gjytë fort. Okej. Tani jemi mirë. Filloja. Po ç'a ke bër? Po se jemër devis. Po si je mor zotri? A është e vërtet që je luanator më? Un jam luanator, jo bashator? asnjëherë në botë. Un jam landitor. A, landitor, Landitor, landisaro kudo që jetë, puthim fort. Edhe bolin. Gjithë palimicat, pse edhe bolin? bolin, Po pse edhe palimi? bobin, edhe gocat e Po grimit. pse Alban dudushin? Du dush, Sa i të puth migje. ku të dush. Dudush, ta kesh aty ku e Mbush. Po çka ke bërë o Dori? Si ke Sa ke qenë? bërë me gjë më burr? Po situatë e vështirë më burr. Dgjoj. Po ç'a bëri ashtu ai Sadiku më burr? Po ç'ishte ai? Po pse bëre gol më Sadiku? Po ç'ishte gjithaj e parti më burr? Po pse mos zotri? Ua, sa jemi kënaqur. As vetë Sadiku nuk e diti që do bëte gol më. Ore Sadiku e di që ka bërë gol? Por më fal. Ti e pendeshën? Ore çam ti është shlut më? Për Italin pra. Italia është shlut. Apo Zakerini është më i miri në botë. Çfarë do bësh gjatë verës? Unë gjatë verës do... Përveç se do japësh intervista këtu ke Indivia. Gjatë verës do përpiqem të bëj një fëmijë tjetër. Aha, ke filluar puna apo akoma? Kam filluar procesin, jemi akoma në fazën e provave. Është pjekur? Në tavolinë. Aha. Kur fillonin do ngrihenin në dasket? Kur të ngrihemi mizasken do të them. Rrofsh. Sepse më mirë ti bëj tani dhe pastaj më rahat. Edhe je qafe. Po, je qafe që tani. Nuk ri beqar si puna jote. Ja, nuk do të landi. Po devo. Devo. Asa do prije në burë? Jo, ta vë mos e hiq. Jo, ta vë lërë, mbaj të është burë. Unë do ta vë. O dev. A më se jemi shoku për edhe se pra në... Se intervistët. Po ta futi shoku, ta fut. O dev, pse rri me mu dhe i kot? Një pytje kot. Pse rri me mu për edhe? Amham unë. Shiko, i menë qëmë s'jam. Ndjem psikopat gjatë gjithë pjesës kohës, më të madhe. Për qa rri me mu për edhe? Qa kërkon nga unë? Shiko. Pse rri me Bobin më bërë? Me Bobi nuk ri, Bobi ri me ne më burë. Por ai Bobi, ai producent jon, qa ka me ne më? Po nuk e di shka çurrën më burë. Shumë ka qoret, shumë i bukur. Po qa ka me ne? Nuk e di çka. Pse gërthet gjithmonë? Po pse gërthet? Si ka zëri? Po ja. Po Xhani. Më në qapo piti, po. Smoothie. Po dev. Kota një se pyetje s'na bën njëri, ja bëjmë njëri tjetrit. Ore, si është më mirë, punosh me dudushin apo me Luanën më? Po ta shikosh nga parametrat, nga gjitha parametrat. Bëjmë çik serioz. Para ditë është mirë të punosh Me dudushin. Pse? Sepse është njëri më i shtruar, njëri babaxhan, domethënë ta jep mirë pyetjen. Ta jep mirë, po. Po ka darga, pastaj kur vjen darga kur është më mirë me Luanën, sepse Luana e merr më mirë e merr ngjarjen, pyetjen. e merr pyetjen. Dhe çfarë bën ajo me pyetjen? Ajo E transmeton. pastaj tek ti. Ashtu siç do ajo. Dori, Ma bëj pyetje. Se tani u kujtova që duhet të pyesem dhe unë. Ma bëj pyetje. Se unë kam studiu dhe gazetari. Po. Dori, Po, urdhro. cilat janë parametrat O, e hëngra. e femrës ideale për ty? 90. Jo, kështu. Aha. Se 90 i duam gjithë vëlla. Do më thëmë parametrat shumë. Dalin 60 pastaj. Dakor. Do jetë shumë interesante që ti e di çike për dalë. E për dal. Domethënë Tjetër të dalin në për lagje. Dalin në për lagje. Mos të rrihem mbyllur në shtëpi. Aha. Më kupton? Po, tjetër? E rëndësishme është të jetë bjonde, Bjonde. jetë bjonde. Domethënë që Po që ashtu që edhe Se po që edhe ajo inteligjencë puna ime pastaj. E di vetë si shkon mua nuk vetë. ashtu. Aha. Tjetra? Tjetër çfarë do? Po ka Familja, këto gjëra apo Ska mos të ketë familje. E shtëpisë fëmijës. Fare, hiç. A e do shtëpisë fëmijës, vetëm, fëmijë vetëm ti. E do të vetëm e Po, fare. po. Ore bëj një pyetje Dori. Ma bëj pyetje. Të lutem. Në qoftë se do kishe shtëpi. Ku doja ta kishe më burr? Pyetje vështirë. Shtëpi ku doja ta kisha? Doja të kisha i shtëpi dhe Kisha i shtëpi me sa më shumë njerëz rreth e përqartë dhe Kisha kafsh. Më ka hyp shumë qefi me jetu në Kashare. Në Kashare. Më pëlqen shumë Kashare. Kashare. Dua një shtëpi në Kashare. Doja të jetoj me shokët e mi, dua të jetoj me ty. Op, Po. Kam kaq kohë që du ta. Du të jetoj në Kashare me ty. Se ka nevojë. Po pse çfarë mund të problemi? marr dhe landin. Po çfarë problemi ka? Më fal. Ta marr landin. Po merr. O Dori sa filma ke bërë? Po devi. Së fundi. Së fundmi do bëjmë 2-3 filma. Ti e di shumë mirë që në Shqipëri bëhen shumë filma, prodhohen shumë filma. Po. Regjisorët janë njëri më i mirë se tjetri. Po.
janë më shumë e mirë, 70 e sa vjeç e lart. Po, shumë mirë. Po, kanë bërë filma shumë të mirë, më kupton? Janë ca koproduksione me jashtë shumë të ndjekur. Gjithmonë është njëra që i zhvishet nudo. Po. Nuk e di pse. E di vetëm regjizori. Po. Regjizorit e ka thonë producenti që ka shkruar dhe skenarin. Shumë bukur. Unë i shoh shumë filma shqiptar të vë. Sidomos një fundi që kam patë andim Kung Fu Panda shqiptar. Ishte filmi më i bukur që kam pa në herë në jetën time. Shqiptarët bëjnë filma shumë bukur. Ne në Shqipëri bëjmë filma shumë bukur. Ti ke qenë në Shqipëri? Ja. Domethënë, familja ime ka qenë një javë dhe më foli për Shqipërinë. O deva, bëj pyetje? Na bëj pyetje. Po. Çfarë projekte ke gjatë verës? Unë gjatë verës kam një projekt me ca çuna. Si janë këto çuna? E çuna të mirë, çuna Ose të ai çuni që është i çiksi? Që është dhe si çon dhe si. Sa i që flet si italisht. Atë që më e morën vesh gjithë. Po është i mirë, Aha. çuni i mirë. Mhm. Unë vetë se çfarë bën. Jo, shjeta Nuk ka vetëm, rëndësi. nuk merrem atë punën. Unë merr me profesionale. Po. Ti? Unë jam ka i projekte apo për çështje legësh? Nuk është vendos akoma. I zgjidhet vet ato. Mbase edhe mund ta bëjmë me njëri tjetrin. E marr vesh. Mbase mund të jesh edhe ti, po të shohim. Po që është një gjë interesante që do përfitojë gjithë Shqipëria. Është projekti i gjithë shqiptarët. A ku do bëhet? Në Shqipëri. Të ta fus një herë dorën në. Ma fut një herë dorën ku duash, erdhi Ah. momenti të vërtet. Hajde Hajde, bismillah, çojmë. shiko se unë e kam dorën e mbarë. Të çojmë. Okej. Hajde. Hajde inshallah. Hajde, inshallah, se e që mendoj. Inshallah. O, shumë e lehtë. Ç'a është? Hera e fundit që e ke ngrënë preshin. Kur ka qenë? Në. Hera e fundit që hëngra preshin, ndodhi në një institucion kombëtar, Aha. kupton? Ma futën pa vedije. Aha. Deri në moment domethënë unë nuk e dija, isha pjesë e gjës, Aha. që mos përmend emra, se unë Jo, nuk jo, përmend mos, emra, jo, baba. Ja baba. Diet kush është me? Pederasti vogël. Era fundit domethënë, ajo ishte era fundit. Më dhan diçka, ma morën prap, ma dhan prap, në fund fare ma morën prap. Dgjoj, ti me që ke provuar, më fale, po bëj një Preshin, pyetje. po, nuk djeg, preshin, nuk po djeg, poshtë llafe preshin, janë, po. janë llafe, nuk djeg. Janë të Preshin nuk vërtetat djeg. vlera ushqyese të preshit qofse e ha? Po, varet kur e ha, po në qoftë se e ha ashtu siç hahet nga poshtë lart, preshi është fantastik. Faleminderit. Kaq kishte. Faleminderit. Hajni njerëz, hajni. Jo, hajni presh. Po, është shumë e mirë. Ta marrëm? Mund ta ma Po, fusësh? Po, ta fusun. Kam përshtypjen që do të pyetje shumë interesante. Shi si tallen çuna tani. Atëherë, Devis Muka, jeni pro apo kundër orgjive? Unë e di. Kundër. Pse? Pse gënjen? Se prisit, ha? Se prisit, ha? Pse gënjen? Pse gënjen? Pse? 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 Edhe Se ZB, shi. edhe ZB Shi. që e kundër Be. orgjive. Po, jo, ha. Ma thuaj pse. Pse? Sepse ne jetojmë në Shqipëri. Po. Po ti toni në Dhe Itali. prit një sekond. Ha. Se e duhet ta lidh me dakor, situatën tonë gjeopolitike. Në rregull. Duke jetuar në Shqipëri Po. dhe nëse në Shqipëri bën një orgji. Po. Një modest, ë, një le të themi, flasin 4-5 jam mbledhur veta. Po pra, një jemi grup- mbledh. Ore jemi mbledh grup, jemi njerëz mbledh mirë, ne siç jemi me njerëz çunat. Mirë, po, Po. i mbledhur. Dhe teksa po bisedojnë. Po. E sipër, Shikojnë dhe një orgji, Aha. ikin dritat. Ikin drita. Ç'a do bëjmë? Ikën dritat. Ikën. Në orgji po ikën dritat e hëngra vlla. E hëngra. Dhe kur e ha. e kupton, dalin prap tek preshi situation. Nëse presin Dhe situacion. është shikoj, ne problemi jemi madh, kundra unë kam orgjive. kundra, por në qoftë se shkojmë në BE, Po, po. dhe kushtet janë më të mira dhe drita do kemi mirë 24 orë, nuk do ketë prerje. Atëherë le të jepet për jashtë me letët Dhe mëdha. më shumë Nuk ka asgjë. Dëgjoj na falin gjithë Të njerëzit. ta mos- fusë, Jo, dorën? ma futu, un kam vetëm një problem, mos na shikojnë kalamajt e vegjël. Jo, kjo. Ë? Apo Jo, jo, s'është problemi jonë, ajo është e televizionit. Ku kemi ne? Ë. Nëse inshallah s'jam mbyllur. Ne s'marrim gjop. Na s'pagu. Jepi. Ke qenë ndonjëherë me një grua më të madhe në moshë se sa vetja? Gjithmonë. Gjithmonë, po nuk ka qenë grua. Që që burë? Sa i natë vjetë të gjëna shofin të Jo, dhe të gjënëroj fare. I thash, mos më trit në emision. Nuk bëj kundër Jo, i pyetje thash, fare, vazhdo. I thash mos na thrisnin në emision se do lejmë nam. A duke topin atë që më ka lezet? No. Aha. Ah,
Përveç mbathjeve që ju shpeshher i mbani tanga, çfarë ju pëlqen tjetër tek vetja? Pyetja kështu. Si kam bërë? Seriozisht kështu. Çfarë më pëlqen tjetër te vetja përveç se mbathjeve që mbaj tanga? Përveç faktit që ju mbani tanga, nuk ka ngjyrë, nuk e di pse nuk e specifikoj. Më pëlqen kur jam vetëm në shtëpi, që ri vetëm me tanga dhe loz me ripin e tangave, kaloj qafa, e kaloj tu. Ose ndonjëherë bëj edhe tinguj, e ke parasysh që merr atë tingull edhe edhe këndon. E bëjnë goca ndonjëherë. E ke provuar ndonjëherë domethënë kur i tërheq larçi edhe të tentoj të vras veten me tanga. E kam në fakt në plan, nëse do ta vras vetëm, do ta vras vetëm me tangat e mia. Nëse duan origjinali janë rreth parë. Do ta fusësh? Do e fus. Apo jo, fusun. Një sekond. Jo, haro. Prit. Një sekond. O dev nam gjë sot këtu na. Jo, nuk e di. Nuk e di. S'ka gjë. Do ne lajm po. Këta çfarë nuk po i bëjnë këtij populli? Hajde, kjo është minimumi. Ky është minimumi. Ne gjithë përshëndetëm fund fare. Absolutisht. Ne për gjithë mirë folim. Po. Për amën po. Opa. Nëse do ishe femër, super femër, femra më e bukur e trojeve shqiptare, një lloj Luane. Po pse ma thua? Prit. Çfarë pretendimesh do kishe për jetën? Atëherë, në qoftë se unë do isha një femër si Luana, po marrim Luanën apo? Po. Se unë për shembull po t'isha femër, jo. Po t'isha femër nuk do doja t'isha si Luana. Si kush? O si Marina ose si Onida Maliqi. Biles po marr këtë dytën se ashtu e kam. Se ka Po. Do doja t'isha një femër e pavarur. Do doja t'isha një femër si Onida Maliqi. Po. Që po na shikon. Po. Do doja t'isha një femër. Onida. Po, përshëndesim. Do doja t'isha një femër e pushtetshme, që ka dhe legun e vet. Që ka dhe tatuazh. Ka dhe tatuazhe. Po. Nuk do t'ja di. Ka dhe një shoqe super yll. Ka dhe një shoqe shumë të mirë. Po. Kupto? Del kur do. Po. Ka lekë të veta. Po. Paguan vet. Bravo qof. Këngët e bën vet. Burrin e ka shumë të mirë. Po. Si ajo doja t'isha. Them drejtën. Çfarë do bëja për njerëzimin nuk e di pastaj. Do bëja fëmijë, do bëja shumë fëmijë. Okej. Nuk do e mbyllja me një. Unë i thash deri në fund. Jo nida pse s'bën fëmijë. Bëjmë i thash 2, 3, 4, s'ka asgjë të keq. Po. Jo, kështu po duhet bëj klip pastaj fëmijë, i klip i fëmijë. Mirë, ti e di. Ti e di. Do të klipin e pastaj fëmijë. Tani. Tash e futi apo e fusum. Fute. Hajde bismillah, e fundit, ë? So zjatëm? U zgjat? Në qoftë se do të kishe dikë të mbyllur në një dhomë që ta torturoje për një ditë, kush do të ishte ai ose ajo? Nëse unë nuk bëj shaka, kjo është pyetje reale. Pra në qoftë se do reale ti kam bërë valla. Po, e di. Tani më thuaj një herë personin, nëse kush do ishte personi për shembull? Do ta torturoja. Që ta torturoje, Okej, çfarë, ë? Të Lancaro. E di pse? Sepse ai nuk flet fare, ai i cili nuk flet as. Ai është një njerëz që vetëm me anë të meditimit, domethënë, arrin që mos ta ndiej dhimbjen e tij trupore, ti mund t'i krijosh çfarëdo lloj gjëje ti dhe ai vetëm me anë të meditimit dhe jogës. Dhe ti stresi i kthehet në antistres në momentin e fundit të ditës drejt 300 detaje. Ai është mua të ekipit. Dhimbje më qello. Dhe çfarë do t'i bëjë ky njeriu? Sa do e godisje këtë njeri? Qelloja pafundësisht derisa të vdiste. Sepse i meriton në një botë vdeksirash në mbe. Më pëlqeu. Kaq kishim për ju shqiptar, ju duam fort. Tani shqiptar kudo që jeni na fani, na bëni çfarë doni. O deve të them dhe pyetje të fundit. Ma thuaj valla. Sezonin tjetër ne do vazhdojmë prapë Top Channel. Po. Që për hir të vërtetës, është stacioni më i mirë. Absolutisht shqiptar. Mashallah se mos e marrim sysh. E dini vetë ju atë këngën. E dini vetë. Kush na ka inat? Devi. Çfarë pretendon nga ky vit në Top Channel? The best of the best. Siç ka thënë populli francez, neve këtë vit do t'i që kanë thënë me edukat. Bum. Qa do më thush në e gjë për Indivin tani ta mbyllin se o bëmë sikur po i bëjmë intervistë njëri tjetër. Indivia, jeni në hapat mirë, vazhdoni kështu. E keni mirë. Po e fillut me Po e fillut me ti si shko. E keni shumë mirë, sinqerisht. E keni menduar shumë mirë. Rrofshim, ciao. Ha më tash. Si e lam fillim fare. Po e la pra fillim fare. Ikëm.